Familjen në rrugën Isa Kastrati në Mateqan po përballen me problemin e mbeturinave. Sipas banorëve të lagjës, ka rreth një muaj që kompania nuk ka shkuar për t'i larguar ato. Për shkak të grumbullimit të mbeturinave, banorët thonë se ndihen të rrezikuar nga shfaqja e gjarprinjeve dhe minjeve. Nuk vinë kanë një muj ditë me marë. Edhe avlojnë foj kjerëv, atë në kështu në udhës, për avlojnë foj kjerëv, edhe në për muj marë këshërët që është gjendja. Shumë problem kena të maj. Kena shumë mej, ka gjarpni, edhe po të utëm për thmive që po dalin thmija. Kena shumë frikë, po do të mi mojtë në përbanesën në përhymje. Arsua këtë me një fjallë, po do me lidhë, me marë bërlogin. Në kompaninë rajonale të mbiturinave pastrimi e pranojnë se si pasoj e defekteve teknike, disa lagje në Prishtinë nuk kanë arritur të pastrohen me kohë. Vonesat në grumbullimin e mbeturinave në disa rrugë kanë ardhur si pasojë e faktit se 3 kamion, të cilët operojnë në ato zona, aktualisht ndodhen në servis për riparime. Për shkak të kostos së lartë të pjesëve rezervë dhe procedurave të prokurimit publik, riparimi i tyre ka kërkuar më shumë kohë se sa ishte planifikuar. Gjendje thuajse ngjashme vërehet edhe në disa lagje të tjera, përkundër që kompania lajmëroi se janë duke punuar me trindrime për pastrimin e qytetit. Në anën tjetër, nga Drejtoria për Shërbime Publike nuk kanë planuar të flasin lidhur me ndërhyrjet e shpejta për largimin e mbeturinave, sidomos gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta.